Duke filluar prej datës 10 prill 2026, vendet e zonës Schengen nisin zbatimin e plotë të sistemit të ri të hyrje-daljeve. Sistemi i ri do të sjellë një ndryshim thelbësor në mënyrën se si regjistrohen udhëtarët në kufijtë e Bashkimit Evropian. Vulla tradicionale në pasaport do t'ja lënë vendin regjistrimeve digjitale, një proces që prek drejt për drejt edhe qytetarët shqiptar. Sipas Ministrisë për Europën dhe Punët e Jashtme, në hyrjen e parë mbas kësaj date, çdo udhëtar do t'i nënshtrohet regjistrimit të dhënave personale, përfshirë informacionin e pasaportës, fotografinë e fytyrës dhe gjurmët e gishtë-rinjve. Refuzimi për të dhënë këto të dhëna biometrike do të sjellë automatikisht refuzimin e hyrjes në territorin Schengen. Të gjitha të dhënat e hyrjeve, daljeve dhe refuzimeve do të ruhen për një periudhë 3 vjeçare. Autoritetet paralajmërojnë se faza fillestare e zbatimit mund të shoqërohet me vonesa në aeroporte, porte dhe pika kufitare toksore. Prandaj udhëtarëve u rekomandohet të paraqiten më herët për nisje. Po ashtu, vihet në dukje edhe rëndësia e vlefshmërisë dhe gjendjes fizike të pasaportës. Fëmijët në moshën 12 vjeç përjashtohen nga dhënia e gjurmëve të gishtë-rinjve, ndërsa gjatë kontrollit kufitar do të bëhen edhe disa pyetje standarde, si konfirmimi i adresës së qëndrimit dhe disponueshmëria e mjeteve financiare për periudhën e qëndrimit. Regjistrimi në sistem kryhet në momentin e kalimit kufitar dhe nuk kërkon aplikim paraprak. Ndryshimet nuk prekin rregullin ekzistues të qëndrimit në zonën Schengen, i cili mbetet maksimumi 90 ditë brenda një periudhe 180 ditore. Ministria u bën thirrje qytetarëve të informohen paraprakisht dhe të planifikojnë udhëtimet, duke llogaritur kohën shtesë që mund të kërkojnë procedurat e reja kufitare.